Ky është horoskopi për muajin shkurt për të gjitha shenjat. Mos hezitoni të lini komentet tuaja në fund të videos. Dashi. Shkurti është një muaj ku ndryshimet e brendshme dhe rritja personale do të jenë në qendër të vëmendjes për dashin. Në një shkurt, hëna e plot në luan des dëshirën për të shprehur atë që jeni vërtet. Ka një energji të fortë për krijim, vetdije dhe shpërthim emocional. Kjo e bën kohën ideale për të bërë paqe me emocionet që keni shtyr dhe sinqeritet në marrëdhënie apo mjediset ku punoni. Saturni hyn në shenjën tuaj në 13 shkurt dhe kjo tregon fillimin e një periudhe afatgjatë rritjeje dhe përgjegjësie. Në fushën e marrëdhënieve ndiheni të thirrur të vendosni kufi të shëndetshëm, një lloj rishikimi i mënyrës se si lidheni me të tjerët. Në planin profesional mund t'ju vijë një mundësi që ju sfidon të dilni jashtë zonës tuaj të rehatisë. Duhet të rifokusoni energjinë drejt qëllimeve domethënëse për ju. Si ta menaxhoni shkurtin? Duhet të shfrytëzoni fuqinë e rritjes personale për të ndërtuar baza të forta për muajt në vijim. Mos u druani të shprehni atë që ndjeni. Demi. Për Demin, shkurti sjell temat e stabilitetit, përmirësimit të vlerave personale dhe rritjes së vetbesimit. Hëna e plotë e një shkurtit të fton të vlerësosh atë që ke krijuar deri tani dhe të vendosësh jashtë teje çdo gjë që të pengon të ndihesh mirë me veten. Energjia astrologjike e këtij muaji thekson transformimin e vlerave materiale dhe emocionale, duke të bërë të ndihesh më i lidhur me atë që ka vlerë reale për ty. Uranusi kthehet në shenjën tënde në 3 shkurt dhe sjell një impuls të ri në jetën e përditshme dhe mënyrën si manifeston vlerën tënde në botë. Në karrierë, mund të ndiheni të zhytur në mundësi që kërkojnë të merrni më shumë përgjegjësi ose të lëvizni drejt një roli ku ndiheni të respektuar dhe të vlefshëm. Përgatituni për mundësi që shfaqen rreth 17 shkurtit, kur është eklipsi diellor në Ujor, dhe ky moment sjell një zgjerim të mundësive tuaja profesionale ose rishikim të planeve të mëdha. Binjakët. Shkurti sjell për binjakët reflektim dhe rishqyrtim emocional dhe profesional. Hëna e plotë e parë e muajit e ndez emocionin tuaj duke ju bërë më të ndjeshëm ndaj dinamikave të marrëdhënieve dhe komunikimit. Kjo është një kohë kur fjalët tuaja kanë peshë. Mos i nënvlerësoni mesazhet që ju vijnë nga njerëzit rreth jush. Në planin e punës, Saturni ju sfidon të pranoni realitetin siç është, jo siç dëshironi ju të jetë. Kjo mund të vijë si rishikimi i projekteve apo rrugës ku je, duke ju bërë të zgjidhni atë që janë vërtet të qëndrueshme në vend të ideve të shpejta dhe të rastësishme. Është një moment ku rezistenca ndaj ndryshimit mund të krijojë tension. Prandaj pranimi i fakteve të reja do t'ju sjellë më shumë qetësi se sa të kundërshtuarit. Në marrëdhënie nxiteni të komunikoni më qartë gjatë shkurtit. Nëse ka keq kuptime të pazgjidhura, ky muaj ndihmon t'i sillni në sipërfaqe dhe t'i zgjidhni me maturi. Gaforja. Për gaforën, ky muaj është thellësisht transformues. Hëna e plot në një shkurt vepron si një pasqyrë që ju tërheq vëmendjen drejt mënyrës si ndiheni realisht mbi shtëpinë, familjen dhe intimitetin. Kjo nuk është thjesht një gjendje emocionale e përditshme, por nxitje për të pranuar atë që zemra juaj kërkon vërtet. Në punë, Saturni të fton të marrësh përgjegjësi të reja dhe të shohësh detajet që dikur i ke shmangur. Shfaqja e qëndrueshmërisë dhe pjekurisë që ju keni ju jep avantazh të mirë. Në marrëdhënie mund të ndjeni një shtys drejt lidhjeve më të thella, por ju duhet transparencë emocionale. Nëse keni frikë nga lëndimi, kjo duhet të adresohet përpara se të ndërtoni një marrëdhënie të qëndrueshme. Nëse jeni beqar, ky muaj ju bën të ndiheni se personat që takoni kanë më shumë peshë psikologjike se sa dëshironi fillimisht. Si ta menaxhoni muajin? Theksoni vetëshpëtimin emocional, komunikimin me të dashurit dhe kujdesin për veten. Shtoni dozat e dashurisë ndaj vetes dhe të tjerëve. Luani. Ky është muaji yt, Luan. Hëna e plot në shenjën tënde në fillim të shkurtit të bën të ndihesh i dukshëm dhe i fuqishëm. Kjo qetësi lidhur me veten ta ngre vetbesimin dhe krijon mundësi të reja për një shfaqje të vërtetë të talentit tënd, qoftë në punë, art apo marrëdhënie. Në karrierë, Saturni të ofron një bazë të fortë për marrëdhënie profesionale serioze. Është momenti ideal për të ndërtuar kredenciale dhe për të treguar pjekurinë tënde. Megjithatë, duhet të jesh i gatshëm të dëgjosh këshilla dhe të punosh në ekip. Jo gjithmonë mund të shkëlqesh i vetëm. Në dashuri mund të ndjesh se je në qendër të vëmendjes. Kjo sjell momente romantike të forta gjatë shkurtit. Por kujdes me kontrollin, pasi lumturia vjen kur jeni të aftë ta ndani skenën me partnerin.
jo të shkëlqeni vetëm në të. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë, veçanërisht rreth datave të mesit të muajit. Për ta menaxhuar muajin, jepini vetes hapësirë për të krijuar, por mos harroni të ndihmoni të tjerët në rritjen e tyre. Për virgjëreshën, shkurti është një kohë për riorganizim të brendshëm. Hëna e plot ju sjell përqendrim në çështje që lidhen me punën, detyrimet dhe shëndetin e përditshëm, pra furnizim emocional me rutinë dhe mirëqenie. Këto javë kërkojnë planifikim të kujdesshëm dhe disiplinë për të ndjerë se keni kontroll mbi detyrimet tuaja. Në punë jeni të aftë të ndërtoni strukturë dhe organizim. Saturni ju mbështet në vendosjen e prioriteteve dhe përfundimin e detyrave të vështira që kërkojnë durim. Është muaj ku puna juaj do të shpërblehet. Në dashuri, virgjëresha do të ndiejë nevojën për qartësi. Partneri ju kërkon të jeni të sinqertë dhe kjo lëvizje energjisë e forcon me tej besimin mes jush. Beqarët do të jenë të tërhequr nga njerëz praktik dhe të kujdesshëm në mënyrën se si ndërtojnë lidhjet. Ja si ta menaxhoni muajin, përqendrojeni energjinë tuaj në detyrimet që keni me qetësi, duke mos u stresuar për detaje të panevojshme. Për peshoren, shkurti sjell një ritëm harmonie. Venusi hyn në një pozicion mbështetës rreth mesit të muajit, në datën 14, duke zbutur energjitë dhe duke sjell më shumë dashuri dhe kreativitet në rutinën tuaj të përditshme. Është kohë e mirë që të gjeni mënyra të reja për të kujdesur për veten dhe për të ndërtuar marrëdhënie të thella. Në planin profesional, hëna e plot dhe eklipsi diellor në ujor në datën 17 shkurt mund të sjellin fund të një cikli dhe fillim të ri. Ky tranzicion tërheq vëmendjen drejt identitetit tuaj të ardhshëm dhe mund t'ju nxit të kërkoni më shumë nga puna apo roli që keni. Në fund të muajit, kur energjia kalon në shenjën e peshqve, intuita juaj shndërrohet në një instrument të fuqishëm për vendimarrje. Në dashuri, muaj të fton të jesh i sinqertë dhe të kërkosh lidhje që të bëjnë të ndihesh i vlerësuar, jo vetëm i pëlqyer. Mos e idealizoni personin që keni përballë, por lëreni dashurinë të rritet qetë dhe me qartësi. Akrepi. Për akrepin, shkurti është një muaj reflektimi dhe rikthimi të fokusit në vetvete. Pas intensitetit të fillimit të vitit gjatë janarit, hëna e plot dhe tranzicionet planetare të këtij muaji sjellin një atmosferë më të qetë, ku mund të mbyllni cikle emocionalisht të vështira dhe të ndërtoni themele të reja. Në punë është momenti për të rindërtuar strategji dhe për të gjetur mënyra të reja për bashkëpunime. Mos u nxitoni me vendimet madhore deri në datën 10 shkurt. Lejoni shidet të formohen gradualisht dhe mos impononi asgjë me forcë. Nëse shikoni zgjidhje financiare apo keni ide biznesi, është mirë që këto vendime të merren pas mesit të muajit. Në dashuri, muaji të ndihmon të shohësh qartë çfarë funksionon dhe çfarë jo. Lidhjet që ju bëjnë të ndiheni të lirë dhe të vlerësuar do të lulëzojnë, ndërsa ato ku kanë ndjer të ngjeshur mund të sqarohen ose të përfundojnë pa drama dhe tension. Që ta menaxhoni mirë muajin, kultivoni qetësinë e brendshme, lejojini shpirtin të rindërtojë themelet e veta. Shkurti është për shigjetarin një muaj ku zemra kërkon rritje dhe më shumë kuptimësi. Hëna e plot do të ndriçojë fushën e udhëtimeve, bashkëpunime dhe zhvillimin personal, duke ju bërë të reflektoni mbi planet dhe gjërat që ju nxitin shpirtin. Familja dhe mbështetja e të afërmve tuaj do t'ju sjellin qetësi dhe energji pozitive, veçanërisht rreth javës së dytë të shkurtit. Në karrierë, fitimet financiare vijnë nga puna juaj e përkushtuar dhe marrëdhëniet e mira me kolega apo klient. Komunikimi i madhur do të jetë çelësi për rritjet tuaja në aspektin profesional. Mos e nënvlerësoni edhe rëndësinë e pushimit. Trupi dhe mendja juaj kërkojnë balancë, sidomos në fund të muajit. Në dashuri, shkurti ju fton të jeni të hapur dhe të pranishëm në çdo moment. Shfaqja e vlerave tuaja të vërteta i tërheq njerëzit që ju respektojnë dhe ndajnë me ju një vizion të përbashkët. Për ta menaxhuar mirë muajin, dëgjoni trupin dhe zemrën, jo vetëm mendjen tuaj. Britsjapi. Për Britsjapin, shkurti është një kohë reflektimi dhe përgatitje për hapësira të reja. Saturni është në një pozicion që kërkon nga ju përmjekuri dhe përgjegjësi dhe fokus në atë që ka vlerë reale. Është koha kur do të jeni më afër qëllimeve tuaja dhe do të krijoni plane konkrete për arritje të qëndrueshme. Në punë, muaji kërkon që të ndërtoni themele të qëndrueshme dhe të merrni përgjegjësi serioze, me durim dhe strategji të matur. Duhet të qëndroni të organizuar dhe të fokusuar ndaj objektivave që ju sjellin rezultate reale. Në dashuri, shkurti ju nxit të shihni ngadalë dhe me qetësi se çfarë kërkoni nga të tjerët.
Marrëdhëniet e forta lindin nga komunikimi i sinqert dhe shprehja e nevojave reale, jo nga të qenurit impulsiv. Për ta menaxhuar mirë muajin, shfrytëzoni energjinë e Saturnit në shenjën tuaj për të ndërtuar më shumë vetbesim të qëndrueshëm. Ujori. Për ujorin, shkurti është muaj i lirisë dhe rigjetjes së vlerave të vërteta. Eklipsi diellor në shenjën tënde në 17 shkurt tregon një mundësi për të hequr gjërat që nuk janë autentike dhe nuk ju shërbejnë më dhe për të ndërtuar një version më të mirë të vetes. Në dashuri dhe marrëdhënie, intuita dhe ndjenja e mirëkuptimit do të thellohen gjatë mesit të muajit. Dashuria dhe dhurata e komunikimit të sinqert do ta forcojë më tej lidhjen tuaj. Megjithatë, kujdes me shprehjen impulsive të emocioneve gjatë periudhës së retrogradës së Mërkurit, pasi kjo mund të sjellë keqkuptime të vogla që kërkojnë sqarim në fund të muajit. Profesionalisht, shfaqja e vlerave tuaja do të sjellë njohje dhe mundësi të reja për karrierë. Mos u druani të shprehni stilin tuaj unik. Kjo ju bën të dalloheni. Për ta menaxhuar mirë muajin, përdorini energjitë tuaja kreative të gjeni ekuilibrin mes lirisë dhe bashkëpunimeve profesionale dhe personale. Peshqit. Shkurti është një muaj i qetë për peshqit, një kohë për të zhvilluar ndjenjat e brendshme dhe për të fituar qartësi. Intuita juaj është veçanërisht e fortë këtë muaj dhe vendimet që merrni me zemër shpesh do t'ju çojnë në rezultate të vlefshme dhe të qëndrueshme. Në planin profesional, komunikimi me sinqeritet do të bëhet një mjet i fuqishëm në marrëdhënie dhe bashkëpunime të frytshme. Ky muaj ju ndihmon të shprehni atë që ndjeni pa u ndjerë të ekspozuar, dhe ky do të jetë element i rëndësishëm për rritjen tuaj profesionale dhe respektin e ndërsjellë. Në fund të muajit mund të merrni një telefonat për një mundësi të re, bashkëpunim të ri ose një plan që e keni bërë gati prej kohësh. Dashuria shpirtërore dhe lidhje do t'ju bëjnë të ndiheni më të kuptuar dhe do të jenë në qendër të zhvillimit tuaj gjatë këtij muaji. Është koha për t'i ushqyer marrëdhëniet që ju japin dashuri pa kushte dhe për t'u liruar nga ato që kërkojnë shumë por nuk ofrojnë në këmbim. Për ta menaxhuar mirë muajin, dëgjoni intuitën tuaj dhe shprehini ndjenjat me sinqeritet. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.